Ja, u rikthyem dhe ku do shkojmë pa mirë. E thamë, pritëm tek e vetmja, tek ajo që na thot gjithmonë lajmin e sigurt, informacionin, Tanja Porja. Mirëmëngjes, Tanja. Nuk është se keni pritur shumë, unë jam fiks në kohën e duhur. Jo, jemi të gjithë në rregull. Ne mezi të presim. Nëse doni informacione me detaje për fundjavën, do duhet të më ndiqni me vëmendje në ora 9:10, ndërsa detajet e motit për sot i kemi tani. Vranësira në të gjithë territorin shqiptar, që në këto momente që flasim ka vranësira të dukshme në territor, megjithatë Bregdeti paraqitet diçka më mirë. Kemi një ngrohje të kushteve të motit sot, rritje lehtë temperaturave në mëngjes, por edhe në orët e mesditës, pra 23 gradë Celsius është maksimumi i ditës së sotme, është një maksimum në fakt që është shënuar dhe një ditë më parë, por në ditën e sotme kemi thuajse në 90% të gjysmës perëndimore të Shqipërisë, do të kemi rebesha fat shkurtra në orët e vona të pasdites, edhe era do të jetë e fortë në hapësira detare, kryesisht në kanalin e Otrantos, ndërsa në brigjet detare një herë mesatare, më lehtë era do të jetë në brendësi të territorit. Dhe konkretisht orët e natës dhe paraditja e sotme. Ka patur shtim të vranësirave mbrëmje gjatë natës, vijojnë të shtohen vranësirat edhe në paraditën e sotme, ndërkohë që do të kemi dhe prezencë gjatë paraditës të momenteve të shkurtra me rreshje të pakta kryesisht në Verilindje dhe pjesërisht në zonat qendrore. Në pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe kryesisht në jug do të kemi vranësira të dukshme për jo rreshje. Termometri sot mëngjes ka shënuar rritje, kemi një vlerë minimale rreth 4 deri në 8 gradë nga zonat e thella në Verilindje deri në zonat malore juglindore, pra 4 deri në 8, ndërsa në shtrirjen perëndimore në brendësi të territorit përfshirë dhe kryeqytetin termometri qëndron rreth 11 gradëve, në vijën bregdetare kemi 13 gradë Celsius. Në mesditë dhe në pjesën e dytë të ditës, vranësirat shtojnë në të gjithë territorin shqiptar. Presim rreshje shiu në territor, rreshje të pakta në zonat jugore, rreshje disi më të konsiderueshme në Verilindje dhe pjesërisht në zonat qendrore, megjithatë është vetëm çështje kohe. Në pjesën e dytë të ditës do të kemi vonë pasdite shfaqjen rreshjet në veri dhe në zonat qendrore, ndërsa në jug akoma më vonë gjatë orëve të mbrëmjes është e sigurt sonte afër mesnatës, gjatë natës dhe ditën e nesërme rreshje me intensitet të paktën mesatar në të gjithë territorin shqiptar. Rrezikojnë zonat bregdetare për ndonjë nga ato përmbytje të afat shkurtra dhe le të citojmë Shkodër, Lezhë, poshtë në Durrës dhe në Vlorë, dhe kryesisht Durrësi dhe Vlora e kanë mundësitë mjaft të mëdha që të kenë ato përmbytje të afat shkurtra për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve dhe problematikave urbane që ato dy qytete kanë patur dhe vijojnë të kenë. Detajet e motit dhe çfarë do ndodhë sonte gjatë natës, sa do t'jenë pak a shumë sasi të rreshjeve 24 orëshe në territorin shqiptar, i kemi sërish së bashku në 9:10.